Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, ne të dyja. Ne të dyja. Por kemi edhe midis nesh dy të ftuar, Franci, dy të rinj. Na I prezanto pak të lutem. Ministra Koqiu, e cila na prezanton administratorin e ri të shoqërisë Iliran Gard, Florence Spaho. Franci, po tani më falë. Ç'pun ka Ministrja e Brendshme Koqiu me këtë kompaninë e sigurisë? Po, a është kështu si biçim policie, si ç'lidhje ka? Po, pra, po, me sa di unë është kompani private, polici private kjo? Shiko, të shpjegoj. Mban mend në 2019 kemi patur një ministër të brendshëm ne, Sander Lesha I quhet. Po si është ai që bleu këtë gazin e skaduar që u përdor së fundmi edhe në për protesta? Bravo, fiks ai është. Dhe Sander Lesha I krijoi këtë Iliran Gard. Do me thënë, Franci, kjo është kompania shtetërore e sigurimi, do me thënë, që përdoret, me thënë, për sigurimin e objekteve dhe të personave, apo jo? Po. E kam kuptuar mirë. E ke kuptuar shumë mirë dhe është kompani shtetërore, se po të ishte private, o jo, ne nuk do ta linte mendja Koqiun të dilte dhe ta reklamonte. Jo, dakord, pa ndikon në këtë konkurencë me privatët kjo? Mos e ki fare ata halti, se janë zotërinj ata, I kanë rregulluar treqet, I kanë ndarë që në fillim. Në vitin 2019, me VKM 177 të datës 4/4/2019, shteti shqiptar vendosi të bëhet roje private, duke krijuar shoqërinë Iliran Gard SHA me qëllim ofrimin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë për personat publik dhe privat. Por kush është pronari Iliran Gard? Autoriteti publik që përfaqëson shtetin si pronar të 100% të aksioneve të shoqërisë Iliran Gard SHA është Ministria e Brendshme. Dhe sipas kësaj VKM-je, të gjithë institucionet dhe subjektet publike, të cilët kanë në administrim objektet shtetërore, ruajtja dhe sigurimi të cilave duhet të realizohet nga shërbime të specializuara për këtë qëllim, I drejtohen me kërkesë kësaj shoqërie për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike, por gjithashtu lë dhe një hapësirë për tenderim në rast se kjo shoqëri ka të pamundur të ofrojë shërbimin e kërkuar. Një nga institucionet të cilët prej vitesh tenderon shërbim ruajtje dhe siguri fizike me vlera miliarda lekësh është Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA në varësi të Bashkisë Tiranë. Tenderat e ruajtjes së Ujësjellës Kanalizime Tiranë janë shumë interesant. Shumica e tyre janë me flamur të kuq për shkak të mungesës së konkurrencës, gar fiktive dhe skemës së pastër karuzel, përfitimit të tenderave në kufi të 100% të fondit limit, por së fundmi duke të zgjatur edhe kohëzgjatjen e kontratave në kundërshtim me ligjin, por edhe me logjikën ekonomike, sipas së cilës rritja e sasisë sjell uljen e çmimit, por jo për tenderat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike në Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA. Përmenda sistemin karuzel. Pra, kur kompanitë janë në marrëveshje me njëra tjetrën dhe I krijojnë mundësi njëra tjetrës për të shkëmbyer vendet. Së fundmi, Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA ka shpallur fituesin e tenderit me objekt, ruajtja dhe siguria fizike në rojet private dhe shoqërimi I vlerave monetare për Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA me fond limiti 2.16 miliard lek dhe vlerë kontrate 2.15 miliard lek, sa 99.5% e fondit limit. Diferenca fond limit dhe vlerë kontrate është vetëm 11 milion lek të vjetra, fituar nga operatori vetëm në garë. Pra, në mungesë totale konkurrence, fituar nga shoqëria Breçani ROSP SHPK. Do me thënë, ky shërbim është ofruar edhe më herët nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA, por në ndryshim nga 24 procedurat e tjera të prokurimit, tashmë kohëzgjatja e kontratës nuk është më 12 muaj, por 36 muaj. Ligji për prokurimin publik dhe veçanërisht VKM-ja numër 285 të datës 9/5/2021 për miratimin e rregullave të prokurimit publik janë shumë të lidhura e qartë me kohëzgjatjen e kontratave dhe rastin konkret. Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA duhet të vijojë me kontratën 12 mujore dhe jo 36 mujore. Pra, çdo kontratë për mallrat apo shërbime duhet të jetë 1 vjeçare. Kontratat shumë vjeçare duhet të jetë vetëm nëse kontrata është komplekse, si dhe në asnjë rast për punë. Mallra apo shërbime që gjenden lehtësisht në treg, si në rastin konkret, ku shërbimi I ruajtjes dhe sigurisë fizike ofrohet nga 10 kompani në treg. Rritja e kohëzgjatjes nga 12 muaj në 36 muaj duket se është bërë me qëllim rritjen e vlerës së fondit limit dhe përfitimit me një dorë dhe në mungesë totale konkurrence të miliardave nga shoqëria fituese. Madje Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA, rritjen e kohëzgjatjes nuk e ka reflektuar në ulje çmimi, sikurse duhet të ndodhte në një logjik të thjesht ekonomike. Nga 692 milion lek në vitin 2024, tashmë vlerën vjetore të fondit limit për kontratën 3 vjeçare ka llogaritur 722 milion lek ose 27 milion lek më shumë në vit dhe 81 milion lek më shumë për 3 vjet. Tani, kush ka përfituar? Ju a them unë.
Shoqëria Breçani ROSP SHPK, e cila është edhe ekskluzivja e tenderave të ujësielës kanalizimet Tiranë-Sha dhe të gjithë tenderat në kufi të 100% të fondit limit. Miliarda lek, zero konkurrencë. Nga viti 2021, shoqëria Breçani ROSP SHPK ka ekskluzivitetin e të gjithë tenderave të ujësielës kanalizime SHA për shërbim ruajtje dhe siguri fizike, duke përfituar të 7 procedurat e prokurimit të zhvilluara për periudhën 2021-2026, në kufi të 100% të vlerës së fondit limit, madje dhe në mungesë totale konkurrence. Ndërkohë që në vitin 2014 ka qenë edhe pjesë e bashkimit të operatorëve që kanë përfituar në mungesë konkurrence dhe në kufi të 100% të fondit limit, duke përfituar miliarda nga 25 procedurat e prokurimit dhe me vlerë totale prej 28.7 miliard lekësh. Konkretisht, në vitin 2026, tenderin me objekt, ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare po ujësielës kanalizime Tiranë-Sha me fond limiti 2.16 miliard lek dhe vlerë kontrate 2.15 miliard lek, sa 99.5% e vlerës së fondit limit, si oferta e vetme. Pra, në mungesë totale konkurrence dhe në kozgjatje 36 mujore. Në vitin 2024, me vlerë kontrate 691 milion lek, sa 99.4% e vlerës së fondit limit dhe me kozgjatje 12 mujore. Në vitin 2023, tenderin me fond limiti 696 milion lek dhe vlerë kontrate 692 milion lek, sa 99.4% e vlerës së fondit limit, si oferta e vetme. Pra, në mungesë konkurrence dhe në kozgjatje 12 mujore. Në vitin 2023, tenderin me objekt, ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për ujësielës kanalizime Tiranë-Sha, si procedurë me negocim pa shpallje, me fond limiti 90.8 milion lek dhe vlerë kontrate 90.5 milion lek, sa 99.7% e vlerës së fondit limit, si oferta e vetme, pra në mungesë totale konkurrence dhe me kozgjatje 53 ditore. Në vitin 2022, tenderin me objekt, ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për ujësielës kanalizime Tiranë-Sha, me fond limiti 495 milion lek dhe vlerë kontrate 492 milion lek, sa 99.3% e vlerës së fondit limit dhe me kozgjatje 3 mujore. Në vitin 2022, tenderin me objekt, ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për ujësielës kanalizime Tiranë-Sha, si procedurë me negocim pa shpallje, me fond limiti 120.9 milion lek dhe vlerë kontrate 120 milion lek, sa 99.2% e vlerës së fondit limit dhe me kozgjatje 3 mujore. Vitin 2021, tenderin me objekt, ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për ujësielës kanalizime Tiranë-Sha me fond limiti 457 milion lek dhe vlerë kontrate 456 milion lek, sa 99.9% e vlerës së fondit limit, duke skualifikuar të gjithë operatorët në garë, përveç fituesit dhe me kozgjatje 12 mujore. Ja e pe, asnjë problem nuk ka patur me ndarjen e tregjeve. I njëjti fituesi tenderave gjithmonë dhe gjithmonë afër vlerës limit. Tani këtë Breçanin që dëgjuam, pra që ky është ai që ka qenë oficer i lartë policie? Po sigurisht se kompani ruajtje, çfarë do ta bëjnë, kush do ta bëjnë marangozët? Normal që oficerët e policisë do të bëjnë. Po unë sikur kam dëgjuar që e kanë arrestuar, që e kanë dënuar, a nuk e mbaj mend të mirë këtë Erzen Breçanin, a? Jo, e kanë liruar, e sigurt kjo. Pse ç'është? Po qesh se arsyen, motivin që kanë liruar e dy. Po tani, përderisa e kanë liruar, Franci duhet qenë i pafajshë. O Juli, më ndihmo pak? Ja, shikoj, ky është motivi. Vuante nga klaustrofobia, lirohet nga burgu Erzen Breçani. Tani, ma shpjego pak, ma saktë sot këtë sëmundjen, si është kjo klaustrofobia, Franci? Kjo është, jona kur ke fobi nga ambientet e mbyllura. Me pak fjalë, zoti Breçani ka pasur fobi nga burgu. Pse të tjerët e kanë me qef, do me thënë, S'di të them, po di të them që ky do ketë gjetur avokatin e duhur, madje dhe gjyqtarin e duhur, gjykatësin edhe ja, ka dalë. Po me kompanin Franci me këtë Breçanin, do me thënë? Për këtë kompanin Breçani, këtë do ta shpjegoj unë ty, po e ndjekim njerë si fillim. Por kush është shoqëria fituese Breçani ROSP SHPK dhe çfarë lidhje ka ajo me Safet Xhicin? Shoqëria fituese Breçani ROSP SHPK
është në pronësi të Fatbart Breçanit, vëllai të Erzen Breçanit, i cili njihet edhe si pronar në hije i kësaj shoqërie. Nga zbërthimi i Sky, në nëntor të vitit 2023, SPAK arrestoi ish zëvendës drejtorin e policisë të Tiranës Erzen Breçani, lidhur me dosjen e ashtu quajtur Metamorfoza. Në korrik të vitit 2024, gjykata e posaçme apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest në shtëpi, por ende nuk ka asnjë vendim pafajësie për të. Ndërkohë, pavarësisht se dihet botërisht si pronar në hije i shoqërisë Breçani, ROSP-SHPK ka vijuar të përfitojë para publike pa konkurrencë në kufit e 100% të fondit limit dhe tashmë edhe nëpërmjet kontratave shumë vjeçare të pajustifikuara ligjërisht. Nga ana tjetër, Prokurimi i Shërbimit të Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike nga Ujësiellës Kanalizime Tiranë SHA ka qenë gjithmonë problematike, jo vetëm sepse kryesisht janë tendera red flag, në mungesë konkurrence, garë fiktive, skeme pastër karuzel dhe përfitim të tenderave në kufit e 100% të fondit limit, por edhe se prej vitesh janë përfituar nga shoqëri të lidhura drejt për drejti, me Erzen Breçanin, Agron Malajn dhe Safet Gjicin. Safet Gjici ka përfituar tenderat e Ujësiellës Kanalizime Tiranë SHA nëpërmjet shoqërive Eurogjici Security SHPK dhe Toni Security SHPK, ndërsa Agron Malaj nëpërmjet shoqërisë Global Security SHPK. Për periudhën 2014-2026, Ujësiellës Kanalizime Tiranë SHA ka zhvilluar 25 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit, 28.9 miliard lek, fituar në kufi kryesisht 100% të fondit limit dhe mungesë totale konkurrence, ku nga 25 procedura prokurimi total, 19 procedura nga 76% të procedurave janë red flag, me vlerë 25.2 miliard lek, ose 87.8% e vlerës totale të prokuruar. Nga viti 2021 deri në vitin 2026, shoqëria Breçani ROSP-SHPK ka përfituar e vetme 4.7 miliard lek. Nga viti 2014 deri në vitin 2020 ka qenë bashkim operatorësh me shoqëritë në pronësi të Safet Gjicit dhe Agron Malaj, duke përfituar 15 procedura prokurimi me vlerë 2 miliard lek së bashku. Me pak fjalë, konkurenca ka qenë formale, fituesit konstant dhe fondet ka rrjedhur pa pengesë, sepse në këtë histori e vetmja gjë që nuk ndryshon, ju e dini, është fituesi. Ja kështu, përpiquni që të bëni lek, po përpiquni më shumë që të lidheni me pushtetin, sa ashtu pastaj edhe i gëzoni parat. Natën e mirë. Natën.